Shout to all my Jam lodhur po nuk harroj se ty duhet të takoj po vi duke vrapuar I pasur e ti nuk jam një ëndër një yll ta fal dhe kjo nuk më kushton në blu me sy blu jam dashuruar je vetëm ti gjysma që kërkoj që para të shkoj. Përshëndetje miq të mes, ja kur I takojmë sërish bashk. Për ju sot do të vi këngëtari I njohur nga Gjakova, Valon Sheu. Në fakt ka kohë që punon dhe jeton në Tiranë, duke mos lënë anash dhe vetëlinin e tij për sa I përket muzikës. Valoni do të vinë sot në një intervistë për na treguar më shumë rreth jetës së tij artistike dhe jo vetëm. Valon, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se gjeta. Atëherë, si fillim dua të më tregosh pak si ka lindur pasioni juaj për muzikën. Pasioni im për muzikën është shumë interesant, sepse unë muzikën e kam filluar, më thonë me zër, edhe ai personi që më ka shtyr ka qenë mamaja ime. Edhe fillim unë kam filluar për gitar, kurs kam qenë për gitar, pastaj kam filluar me këndo. Më thonë kam filluar kurs për gitar, kam qenë klasë 7. Mama ime më ka shtyr gjithkohë se kam qenë si çun rebel në thojza, edhe donte që të largohesha nga rrugët, se lodhesha shumë me shokë e probleme kështu edhe ka qenë kurs për gitar. 2 herë e para biles kam shkuar dhe tu çajt në kurs. Pastaj filloi të më pëlqy. Ai profesori ka qenë vetë këngëtar, edhe është domethënë akoma. Edhe e ka pasur që e ka prikos talentin tim që kam edhe zo. Edhe ngaherë më thoshte këno Valon se s'munde vetë që të mësoshim këngë. Edhe aty zbulova edhe vetën që di me kënu, avash, pastaj erdha këtu. Po përballja juaj e parë me publikun, si ka qenë? Përballja ime e parë në skenë që kam dalë ka qenë koncerti I shkollës, klasë 8, që I bojnë zakonisht shkollat fillore që mbyllin, bëjnë koncerte në fund vit, edhe aty ka qenë dalja ime e parë, që kam punu koncert shkollës. Pastaj, mas koncertit shkollës, fut në skenë të madhe ose në televizion ka qenë në Star Academy, që kam fituar vendin e parë aty. Ke patur emocione realisht? Po, normal. Emocione kam akoma tash, lemon në fillim karrierës që kam pas shumë emocione, kam qenë më I ri plus ma pa përvojë. Po, ato emocione shërbejnë edhe për mirë nga që kur ke emocione edhe mundohesh ta korrigjosh veten sa më shumë mos bësh gabime. Edhe më kanë ndihmuar shumë emocione në fillim, domethënë normal kam pas, po nga herë emocione edhe të prishin punë, se kontrollot do të vetëm, po e shqyr Zotit deri tash s'kam pas ndonjë problem me emocione. Në imposhtë emocione. Në imposhtë. I kontrolloj dhe menaxhoj, se pa emocion nuk mund dash japësh emocion këngës. Po përsa I përket kolegëve, si ke marrëdhëniet me kolegët? Me kolegë, me gjithë e kam mirë, me ata kolegë që njoh normal, se nuk I njoh gjithë. Me shumicën këta që njoh e kam marrëdhënie shumë të mira, jam shumë shok me ta. Domethënë nuk kam pas asnjëherë problem me kolegët. Po, çfarë do të veçoje ti si një diçka që një vështirësi që ke hasur gjatë karrierës tënde artistike? Vështirësi, mendoj që ka qenë në fillimi vështirësi për mua shumë, ndërsa tash nuk është që kam ndonjë vështirësi, thjesht duhet të investim kohës edhe të mendosh gjithkohë që ti je sa më cilësh risi dhe ti je më I freskët për publikun. Vështirësitë e para kanë qenë këto, emocioni I madh, mos përvoja që nuk disha çfarë dosha, doisha me kënu, po nuk e disha si me kënu, çfarë këngë me kënu, se nuk e disha edhe këto hilet e tregut të thojsa. Këto kanë qenë vështirësitë e mia, domethënë, më shumë në fillim karrierës. Valon, a është e vështirë të mbash emrin e krijuar në kohët e sotme duke ditur se ka shumë artistë të rinj, ka shumë këngëtar. Pra si e menaxhon këtë pjesë? Po, është shumë e vërtetë që është më vështirë sepse bëhet shumë këngëtar. Normal, ndër këta këngëtarë treg ka dhe cilësor dhe jo cilësor. Po unë gjithmonë komponu dhe e shoh vetëm punën time dhe mundohem që të përkushtoj më shumë muzikës live, sepse unë mendoj kështu që këngëtarët që këndojnë live janë këngëtarë që sa të kanë zot do kenë punë. Kështu që normal ka konkurrencë kështu, po unë te pjesa ime jam shumë okay, në rregull. Cila është kënga juaj e preferuar në repertorin tënd muzikor? Kënga ime që më pëlqen gjitha, po më shumë që më pëlqen janë dy që si ndaj dot me thënë drejtën. Është kënga ime e parë, Top 54 që kam marrë pjesë, është Sa do të doja, edhe kënga ime e katërta, po në Top 57 që kam marrë çmim për Best Male Sa kushton euro. Këto dy këngë nuk I ndaj.
to dy më pëlqejnë, më shumë nga repertori këngëve të mia. Na fol pak për këngën magjike. Po, këtë vit isha edhe pjesëmarrësh në këngë magjike, mas sa vjetëve. Shfrytëzoj rastin të përshëndes dhe të falenderoj tek shkruesin Bigin, Mr. Biggie, edhe New Tones për kompozimin e këngës. Kënga eci mirë, jo ashtu siç e prita unë. Finale nuk shkova deri në gjysmën finale. Ndjesi edhe këto votimet e këngëtarëve në mërzvete, jo live. Nuk isha shumë i kënaqur me të drejtën me këto zgjedhje që u bën, që shkuan deri në finale. Jo për gjithë artistët, për 20% që mendoj unë që si kanë merituar. Po gjithsesi shpresa vdes së fundit edhe nuk na lojmë me kaq. Do me thonë do marrësh pjesë sërish vitin tjetër, a? Unë me thonë drejtën, që është edhe era parë që po e them, por unë e vendosur për këtë se e radhë mund festival nuk besoj që do marr pjesë ose për kod gat. Do i kushton më shumë videoklipeve edhe këngëve të mia për videoklipe. Balon, po mirë, si të duket kjo pjesa e votimeve midis artistëve në këngën magjike? Me thonë drejtën, mu për fillimit nuk më pëlqen kjo ide që të votojnë këngëtarët e mërzvetit, pse se mendoj që nuk do jetë një vlerësim real ose i sakt 100%. Vetë fakti që çdo vit ndodhin këto që bëjnë klanin e mërzvetit këngëtarët ose votojnë me marrëveshje një tjetrin mjep ti kaq, unë do t'i jap kaq, mu kjo nuk më pëlqen. Mendoj plus që është keq edhe për publikun, nga që publiku shpesh herë edhe këngë magjike nuk ka dalë i kënaqur nga votimet ose nga vendet që kanë marrë çmime domethënë këngë. Unë mendoj që duhet ketë një ori ma speciale, plus edhe 50% që në votimit ta ketë edhe publiku. Ne këngëtarë nuk kemi pse votojmë një tjetrin, sepse ja vetë fakti që ndodhi herë në fundit, nuk është e pamundshme që do ndodhi prapë kjo. Do thënë sipas mendimin tuaj do ishte më mirë të kishte një juri. Po, unë mendoj që duhet ketë një juri profesionale, jo këngëtar, të kenë muzikant, producent, kompozitor. Jo e të klanet që the, ha? Po. Mund të kemë, por plus që mendoj që një producent edhe e vlerëson më mirë këngën ose një kompozitor. Edhe 50% ta ketë vlerën juria, vlerësimit 50% ta ketë publiku me vota ose ku di unë ka mënyra plot tjera që mund të bëjmë. Po këngëtarët që janë konkurrent atë natë aty, unë mendoj që nuk do të votojnë një tjetrin. Balon, po për sa i përket jetës tënde, le të themi personale ose private. Ju jetoni vetëm këtu? Familjen e keni në Gjakov apo? Po. Familja ime jeton në Gjakov, se punojnë andej, jetojnë, kam gjithë familjen andej, ndërsa unë jetoj kënej vetëm, po vinë në familjes në kënej. Sa vite u bërë që jetoni në Tiranë? 5 vite kam që jetoj kështu konstant, ndërsa kam prej 2006 që vi kënej shpesh të më thonë që luj live, angazhum në për intervista, koncerte e këto. Po, më thuaj pak për planet tua aktuale dhe ato që kene të ardhmen. Sa i përket muzikës? Po. Planet e mia për momentin ishte kënga magjike, po mbaroj. Tani se jam shumë i angazhuar me live dhe këto festat të fund vitit, Krishtlindjet, viti i ri, do më thonë jam i përkushtuar një këto të pjesa e live-it, që kam shumë data. Pastaj mendoj nga shkurti, nga që do jetë edhe më qetë, ta nxjerrë këngë i videoklip timin të ri. Kjo është edhe era parë që po them në emision tonë, se më thonë. Që ka një risi pra. Promovimin do ta bëjmë te ti. Patjetër, se jo. Po për sa i përket rrymës, çfarë rrymë do jetë? Apo se ke vendosur akoma? Jo, nuk kam vendosur akoma, po mendoj që nga që është edhe dimri, është pak ma zymt koha, mendoj që do ta bëj balad, nga që kam edhe kohë që s'kam thënë balad. Po për festat e fund vitit, duke qenë se jemi në ditët e fundit të mbylljes të vitit 2015. Po, do të gjejmë festat? Për festa unë do jem në Tiranë, të punoj te një lokal nëse mund ta përmend, nuk është problem, te Cavaliero Club. Aty përpunoj çdo të premte shtunë, aty do jemi për festa, me plot këngëtar, ju mirëpresim. Kush do më ardh, kur që jo. Okej. Do nuk do shkoni në Gjakov pranë familjes? Jo, në Gjakov kam vetëm me datë 31 do jemi, ndrimi i viteve që bo. Aty do jem, domethënë në Gjakov, pastaj në 1, 2, 3 do jem në Tiranë, Cavaliero. Po për sa i përket bashkëpunimeve me ndonjë këngëtar ose artist, do kesh ndonjë tip? Si ide e ke shumë mirë, nga që unë edhe nuk është që kam bërë bashkëpunime shumë. Kam vetëm një bashkëpunim që kam bërë në Top 59 me Jurida Zaimaj. Kemi pas faji im, ka qenë konga, bashkë kemi pas, ndërsa s'kam dojet e tjera, shumë mendoj, edhe si ide ma japë shumë mirë, bile se këtë në shkurt që do ta bëj, masë mund ta bëj edhe duet, pse jo. Po mirë, po flokët pse i ke bre, na i tregoj qik?
Jo, është një pyetje që ma bojnë shumë, nga që edhe normal nuk kanë fa njerëz që mësu më pa gjithë karrierës time flokë gjata. Flokët i preva se pa nevojë për ndryshim. Edhe më duk si kur dolin jashtë modës, më thonë drejtën. Më duk të reja si pish, si pem. Po që edhe kështu mendoj që po më rritë ma mirë. Ose ndoshta akoma nuk është mërzit. Po mirë, ke ndihesh mirë, ka rëndësi që ndihesh mirë. Shumë ma mirë ndihem, shumë ma mirë. Sa ato flokë si kisha problem shumë i majtë. Nuk e di që kom heshur këto 8 vjetë me ato flokë. Mirë, Valon, ne tani do të kalojmë te disa pyetje rrufe, por duhet më tregosh shumë i sinqert. Okej. Çfarë i mungon Valonit? Familja, si kum pa që i muj ditë. Ushqimi i preferuar? Ushqimi, kam shumë lloje të ushqimit që pëlqejnë, mas shumë të pëlqejnë tradicional në to fergesa dhe këto gjërat jam shumë tradicional, te këto jam, nuk jam kështu, jo peshku, jo këto. Çfarë nuk mund të durosh? Nëse qafse mund të them kur shesin mend ose thojza porçi, thonë ato se dori do të fare. A e tepron me alkol? Po, Kujtimi më i keq? kujtimi më i keq. Ja tash të fundi, nga që e prisha këngën magjike finale, ky është për momentin e kam të freskët akoma. A jeni gjumash? Po, shumë. Para orës 12, rrallë zgjohem, kur kam nejt punë kështu që të detyrohem. A jeni i varur ndaj rrjeteve sociale? Jam. Bile sa nga herë edhe shoh veten kot që futem në Facebook e këto. Jam i varur. Cila është dëshira juaj e parealizuar? Fia ime paralizuar. Kam qef me shetit shumë në përbot, me i pa këtë vende që kanë histori shumë e gjipë në këto, kjo është për mua paralizuar, po që do të realizoj së zbo. Çfarë konsideron si fatin tënd më të madh në jetë? Fati ime i madhi edhe zërin që më ka jap Zoti. Dhurata më e mirë që keni marrë ndonjëherë? Dhurata më e mirë. Zakonisht dhuratat që më pëlqen më shumë, më pëlqen komplimentet që janë, që më japin për muzikën, që është gjëja që unë investoj më shumë të shpirtënisë financiarisht çdo aspekt. Këtu domethënë pëlqen komplimentet më shumë ti. Ku ka qenë pufja juaj e parë? Klasë 4. Çfarë të bën nervoz? Nervoz, më bojnë shumë gjana më burr nervoz. Pa drejtësit mund të them më shumë ti edhe gënjeshtrat këto si dorë. Nga që jam vetë shumë real edhe i kap shumë herë njerëzit që këtë drejtësin ma keq përdorin. Shenja juaj në horoskop? Akrep, me helm. Për çfarë shpenzon më shumë para? Më çfarë shpenzoj më shumë ti? Shpenzoj më shumë ti me këto dalmet, me veshje, edhe udhtoj kështu në përmbrenda Shqipërisë edhe në Kosovë. A je xheloz? Jam xheloz për gjërat që ja vlen, normal. Numri i marrëdhënieve seksuale brenda natës? Po më ndonë me personat apo me një person? Një person, 5. Po kuptohet dhe në mjes ato të mjesit, fundin. Tash e themi më i mirë për veten. Tash e themi më e mirë, është shumë i bukur. Po, si gocë, kur më thonë, ka bukurinë e gocës, kjo tash e themi se pëlqen. Sa përqind i sinqert ke qenë në këtë intervistë? 90%. Okej, Valon, unë të uroj gëzuar festat e fund vitit, duke qenë se kemi para festa tani, dhe shpresoj dhe uroj të të shikojmë sa më shpejt me një këngë dhe me një hitin tënd të ri. Faleminderit shumë, gëzuar dhe juve, qofti vitin mbar, 2016 për ju dhe televizionin e juaj. Përshëndes gjithë fansat kudo që janë, ju uroj vitin e ri, shëndet edhe mbarsinë familje. Dhe me këtë urim të dashur miq, ne do ta mbyllim këtu për të ritakuar nesër në një tjetër material. Unë ju lë në shoqërinë e muzikës më të mirë shqiptare. Deri atëherë kalofshi sa më bukur. Uçmenda po lidh mëni, te mi kesha shpirmëni, ajo di e bën magji, me mollë që ka në ti. Uçmenda po lidh mëni, te mi kesha shpirmëni, ajo di e bën magji, me mollë që ka në ti. Te dy mollë qidh mëni, si për mikës shrimëni, të më kthej me magji, nga të shmendur në njeri. Te dy mollë qidh mëni, si për mikës shrimëni, të më kthej me magji, nga të shmendur në njeri.
to all my lost boys. Shout to all my lost boys. We rowdy. Shout to all my